Dhe thonë cila është direktiva. Ku shkruhet në dokumentet e Bashkimit Evropian përkatësie shumë fish gjinore apo gjinime diversitet të shumë, të gjërë. Në cilin dokument është i shkruar kjo? Në asnjë. Duhet të marrin rastin e veçantë që ja imponojnë shoqërisë. Edhe ai që ka mbrojtur ligjin, edhe ai ka patur historinë e tij familjare, ka bërë ndryshimin, ne respektojmë orientimin seksual të gjithë secilit, por ne nuk përmbysim shoqërinë. Kur për këtë? Kjo që i bëni ju, a e dim se i bëni këto zotëri? I bëni për të shpëtuar se jeni mafja më e rrezikshme në Europë dhe ata të cilët duhet t'u denancojnë ju për shkak të këtij ligji ju mbrojnë ju. A e dim se e bëni këtë ju? Se jeni hajdutët më të mëdhenj në Europë dhe ata që duhet t'u denancojnë ju për shkak të këtij ligji ju mbrojnë ju. Faleminderit zoti Berisha, koha mbaroi. Kryetar i Kuvendit e dënoi ashpër sulmin që sapo ndodhi në këtë foltore kundrejt ambasadorit të Bashkimit Evropian në Shqipëri. Ky sulm i përsëritur nga i njëjti individ prej 35 vitesh kundër ambasadorëve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, kundër ambasadorëve të tjerë të vendeve mike, kundër ambasadorit të Bashkimit Evropian këtu, bie ndesh me parimet e Konventës së Vjenës dhe bie ndesh me interesin kombëtar të Shqipërisë son, se Bashkimi Evropian mbetet partneri ynë më i rëndësishëm dhe se Shqipëria brenda vitit 2030 do të jetë antare e Bashkimit Evropian. Pavarësisht orientimit tuaj as pak në favor të kësaj aspirate historike për ta parë Shqipërinë antare të Bashkimit Evropian, e duam Shqipërinë si gjithë Europa. Dhe ne do të arrijmë këtë sepse e kemi arritur në Këshillat Bashkiake dhe do të arrijmë edhe në Parlament. Ky që del sot kundër këtu është kundër barazisë gjinore në Republikën e Shqipërisë. Ky është kundër grave në Parlament, ky është kundër grave në Këshillat Bashkiake. Sa i përket namusit, o namusjar, ngreje kokën, sa më seti, pushoti, e kam me atë. Zoti Balliu mos pengoni. Ngreje kokën namusjar, ngreje kokën, o Sali, ngreje kokën. Ju të rreq vëmendje sipas rregullores të 164, zoti Balliu. Sa i përket përkatësisë shumë fisht, gënjeve, se nuk ka të bëj fare, dhe ne kemi rregulluar bazuar në parimet e ligjit të antidiskriminimit. Po ti je një gënjeshtar, sepse ti nuk e di fare dhe nuk ka përkatësi shumë fisht gjinore. Por motra dhe vëllezër, burra dhe gra të këtij vendi. Përkatësia e shumë fisht është kur un jam një vajzë e dhunuar, jam një vajzë e abuzuar seksualisht, jam një vajzë rome, jam një vajzë që jetoj në një lagje periferike dhe përkatësia e shumë fisht e imja është që më kanë rënë mbi supet e familjes time të gjitha këto halle. Dhe kjo është përkatësia e shumë fisht. Por namusjar, burracak, të cilët kështu është shkruar sepse është e referuar sipas ligjit që ke votuar zotrote. Lexoje. E themi shumë qartë, përkatësia e shumë fisht sipas përcaktimeve në ligjin për antidiskriminimin. Prandaj, zoti kryetari i Kuvendit, unë ju mirëkuptoj që ju nuk e përballoni dot, po unë ju them të drejtën, këtë gjë që këtu ndodh unë nuk e pranoj dot. Kur flet dikush nga këta, asnjëri prej nesh nuk flet. Kurse është njëri, janë dy këtu që lehin, se unë të cilët nuk e pranoj dot. Nuk e jo patjetër, sepse këtu o vjet një rregull
dhe ua kam thënë 100 herë, tu o vjet një rregull, kur flasim ne, dhe kur flisni ju, flisni ju.